Me lot në sy, lule në duar dhe foto, prindërit familjare të afërm të Martin Canit kujtuan 14 vjeçarin, i cili u vra një vit më parë pranë shkollës Fanoli në kryeqytet. Në këtë përvjetor, prindërit e Martinit, por dhe qytetare aktivist, kërkuan drejtësi për jetën e prerë në mes të 14 vjeçarit nga një bashkëmoshatar, 18 nëntorin e vitit 2024. Iku në mënyrën më mizore nga kjo botë, nuk e meritonte edhe nga kush. Nga një bashkëmoshatar i tij, në vend që të ishin shok, ju bë armik dhe i mori jetën. Nuk duhet heshtim, heshtja vret. Akoma nuk është marrë vendimi, ne jemi në pritje të vendimit, por gjithsesi unë do jem këtu edhe do ngrej zërin përsëri për fëmijën tim. Përveç drejtësisë, nëna e Martinit pati një kërkesë për institucionet që emri të birit të përjetësohet duke ia vendosur palestrës, pasi 14 vjeçari ishte i apasionuar pas sporteve. Si mendoni ju, nuk e meritonte Martini një stol apo një emër edhe në qoftë në palestër sepse Martini ishte sportist? Besoj që kjo duhet ishte minimalja që Martini e meritonte këtë. Jo vetëm stoli, por edhe emri i palestrës po t'i vihej, e meritonte. Dhimbjes së familjarëve të Martinit ju bashkuan edhe bashkëmoshatarë të tij, të cilët lexuan fjalë zemre në kujtimet me të miturin. Por e vërteta është se ti jeton. Jeton në çdo rrahje zemre tona, çdo ditë. Buzëqeshja jote jeton edhe këtu. Do të marr me vete kudo të shkoj. Martin Cani u shëllua më thik nga një bashkëmoshatar një vit më parë, duke ndërprer jetën në mes. Prokuroria e Tiranës ka kërkuar 25 vite heqëllirie për të miturin Mario Përlleshaj, i cili dyshohet se shëlloi për vdekje Martinin dhe plagosi Luis Meqen. Megjithatë, sipas kodit penal dhe atij për të miturit, dënimi nuk mund t'i kalojë më shumë se 12 vite.